Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Tani dua të komentoj pak edhe të sjell në vëmendje Jozefin Markun dhe Loredana Bratin. Një periudhë të gjithë ishim të bindur që marrëdhënia e tyre kishte përfunduar, bisedat e tyre kishin përfunduar, por në fund të ditës ato të dy e kanë në shpirt njëri tjetrin dhe nuk mund të gjykojmë një dashuri apo një zemër për një veprim. U tha që Jozi ka qenë në ditëlindjen të Loredanës, por fatkeqësisht nuk rezulton askund asnjë fotografi që të shojë momentin teksa Jozi ka hyrë në atë ambient, i gjithë i shndruar në një fermë dhe kishte shijuar të gjitha këto momentet. Dhe mbi të gjitha u përfol edhe më shumë situata se Loredana Brati ka një marrëdhënie intime dhe të fshehur me Jozin. Por në këtë fest ishte dhe Egli Tako që qëndroi shumë pak me Fifin edhe u largua, por kishte edhe Xheneta Fetahun në këtë fest, që Xheneta ka patur një shoqëri të mirë jashtë, le të themi, me Jozin, edhe pse Jozi kur rihyri përsëri në Big Brother ishte pak i ftohtë. Por gjithsesi, unë do mundohem që të sjell një kronologji të situatës për të kuptuar në mënyrë pak më të detajuar se çfarë po ndodh në marrëdhënien e tyre. Prej disa ditësh, rrjetet sociale janë përfshirë nga një zhurmë e re. Një aludim i fortë që Jozefin Marku, i njohur për karrierën e tij në skenën publike dhe sidomos për praninë e tij në Media Ros, ka qenë i pranishëm në ditëlindjen e Loredana Bratit, vajzës që në të kaluarën është komentuar shpesh si ish e dashura e tij. Por ajo që e bën këtë situatë edhe më intriguese është mungesa e plotë e provave vizuale, çka ka hapur një seri pyetjesh dhe spekulimesh që po marrin gjithnjë e më shumë jehon. Në një kohë kur çdo event shoqëror dokumentohet deri në detaj me postime në Instagram, story dhe video apo reel, mungesa e plotë e fotografive të Jozit në festën e ditëlindjes së Loredanës është krejtësisht e pazakontë. Disa e kanë interpretuar këtë si një shenjë që Jozi nuk ka qenë fare prezent, por burime pranë rrethit të ngushtë të ftuarve tregojnë një version tjetër të historisë. Ai ka qenë aty, por me kërkesën e tij ka shmangur çdo lloj ekspozimi publik. Kjo sjellje është krejt ndryshe nga ajo që kemi parë më herët nga Jozefin Marku, i cili zakonisht nuk heziton të shfaqet në evente dhe t'i ndajë ato me ndjekësit e tij. Kjo shton dyshimet se diçka më intime dhe më personale po ndodh në jetën e tij dhe të Loredanës. Diçka që të dy preferojnë ta mbajnë larg syve të publikut. Prej disa muajsh, Jozefin Marku dhe Loredana nuk janë parë më bashkë në mënyrë publike. Marrëdhënia e tyre ka kaluar ndonse kur e konfirmuar plotësisht. La gjurmë në rrjetet sociale dhe në zemrat e fansave që i pan shpesh në Big Brother. Tani me aludimet për pjesëmarrjen e tij në ditëlindjen e saj, marrëdhënia duket se është ringjallur, por këtë herë me një qasje krejt tjetër, më të heshtur, më të kujdesshme dhe më private. Burime jo zyrtare flasin për afrimitet të rritur mes tyre në javët e fundit, për kontakte të shpeshta dhe për marrëdhënie që edhe pse nuk e kanë emrin zyrtar, i përngjajnë më shumë një romance të rinisur. Disa të afërt me Loredanën e përshkruajnë atë si më të qetë dhe më të lumtur kohët e fundit, ndërsa Jozi është parë më i rezervuar në rrjete, gjë që për fansat e tij është gjithashtu e pazakontë. Pyetja që shumë fansa dhe ndjekës të Medias Ros bëjnë është pse Jozi dhe Loredana po e mbajnë gjithçka në heshtje. Ka disa arsye të mundshme. E para është dëshira për të mbrojtur marrëdhënien e tyre nga gjykimi publik. Të dy janë figura të njohura dhe ndodhen shpesh në vëmendjen e mediave dhe portaleve, dhe pas eksperiencave të kaluara me komente dhe presione, mund të kenë zgjedhur të mbajnë këtë lidhje larg vëmendjes. Së dyti ndoshta janë në një fazë testuese, ku po eksplorojnë ndjenjat e tyre pa presionin e publikut dhe pa etika që mund ta komplikojnë gjithçka. Një tjetër teori është se ata mund të jenë bashkë, por kanë zgjedhur që këtë herë të mos e komercializojnë
marrëdhënien e tyre, duke refuzuar të bëhen pjesë e trendeve të çifteve publike që shfaqin çdo moment të jetës në Instagram për klikime dhe për ndjekës. Një tjetër detaj që ka bërë shumë zhurmë është heshtja e plotë e të ftuarve në ditëlindjen e Loredanës. Nuk ka pasur asnjë postim, asnjë koment apo like që të konfirmoj praninë e Jozefin Markut. Kjo ngre dy mundësi: ose të ftuarit nuk kanë interes për Jozin, gjë që nuk përputhet me faktin që ai është një figurë e njohur dhe do të ishte temë diskutimi, ose kanë qenë të ndërgjegjshëm për një kërkesë të qartë që ai të mos përmendej në rrjet. Një kod i heshtur midis të ftuarve, por të mos ekspozuar praninë e tij në ambient flet shumë për nivelin e intimitetit dhe ndoshta edhe për planet që dyshja ka për të ardhmen. Për momentin as Jozi dhe as Loredana nuk kanë dhënë asnjë koment publik mbi situatën, por ajo që është e sigurt është se kujtimet e vjetra ndonjëherë bëhen rrugë për ndjenja të reja, dhe nëse kjo është një histori që po rilind në heshtje, atëherë ndoshta ata kanë zgjedhur rrugën më të mençur, ta jetojnë në mënyrën autentike, larg zhurmës së jashtme dhe presioneve të rrjeteve sociale. Sido që të jetë, një gjë është e qartë: ajo që dikur dukej e përfunduar, sot duket se po rilind në një formë më të matur dhe më të thellë. Në fund, ndoshta Jozi dhe Loredana nuk kanë nevojë të konfirmojnë asgjë, sepse ndonjëherë dashuria e vërtet nuk ka nevojë për fotografi, por për ndjesi që vetëm ata që i njohin i dinë. Momentalisht kjo është marrëdhënia e Jozit dhe Loredanës. Unë uroj që ato të jenë kthyer bashkë nëse e dashurojnë njëri tjetrin, nuk ka gjë të keqe te dashuria. Shpresoj që të jenë bashkë, por u tha që Jozi ka qenë, të paktën është konfirmuar nga Monika Lubonja, por nuk ka asnjë gjë të detajuar për këtë ngjarje.